Përshëndetje Ana, mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Më thuaj diçka për karrierën tënde. Nëse flitet për karrierën profesionale, kam disa vite që e kam të lidhur me gjuhën, me shqipen. Kam qenë për shumë vite redaktore letrare në Parlamentin e Shqipërisë, por edhe pas viteve të mia si redaktore letrare, në Parlament kam qenë po ashtu redaktore shumë shtëpive votuese në pjesën e letërsisë artistike. Sepse ne dim përmes shkrimit, unë jam edhe shkrimtare si krijuese dhe përmes përkthimit natyrisht nuk mund të mbulohen nevojat ekzistenciale të një profesionisti. Natyrisht vitet e fundit kur mendoj që karriera ime tashmë është në kulmin e saj, ja kam kushtuar përkthimit të letërsisë gjermane në Shqip. Jam përkthyese e 30 veprave shumë të rëndësishme të asaj letërsie, pra letërsia gjermane që shkruhet natyrisht në Austri, në Gjermani, në Zvicër, në Liechtenstein, kudo ku shkruhet gjuha gjermane, duke sjell 3 nobelistë, njëkohësisht edhe autorët më të rëndësishëm bashkohor. Jo thjesht vetëm përmes përkthimit të veprave të tyre, por e kam bërë si slogan, e kam bërë si credo të punës dhe karrierës time që shumicën e autorëve bashkohor gjerman edhe t'i sjell në Shqipëri që publiku shqiptar t'i njohë realisht ata. Në kohën që isha studente nuk ishim asnjë mundësi të jo vetëm të lexonim të letërsi që unë përkthej përveç klasikëve. Unë kam studiuar në 86-90, kam mbaruar gjuhëletërsi kur ishte natyrisht indoktrinuar periudha, le të themi, e studimeve tona dhe studionim realizëm socialist, autorët rus, po edhe klasikët, le të themi, Heine, Goethe, ndërsa në vitet e fundit, pra në këto vite, unë mendoj që shumë e rëndësishme që lexuesi ta njohë autorin, pra atë çka nuk mundesha vetë dot, sot si përkthyese të ke mundësi t'ja ofroj lexuesit. Kështu që shpesh në librat që përkthej jam shumë e interesuar që të sjell edhe autorët dhe lexuesi shqiptar t'i njohë personalisht ata, pra t'i ketë në mbrëmje të ndryshme leximi. Cilët janë këto 3 nobelistët? Hermann Hesse, që është një nga përveç se nobelist, është një nga shkrimtarët e gjuhës gjermane më të lexuar sot në botë dhe që rrok pothuajse të gjithë brezat. Hesse është nga ata autorë që lexohet shumë edhe nga rinia. Letërsia ose të themi shqipja kishte një mungesë shumë të madhe të njohjes me letërsinë e Hermann Hesses për hir të tematikës që Hesse lëvronte në letërsinë e tij. Natyrisht një letërsi filozofike, psikologjike, shumë thyese tabush dhe regjimi nuk mund të pranonte që një shkrimtar si Hesse të lexohej në Shqip. Psikanaliza ishte në fillimet e shekullit të 19 kur lindi dhe krijimtaria kryesore e Hesses për të mbritur më vonë pastaj tek letërsia deduktuese, letërsia thellësisht filozofike e tij. Pra unë kam sjell në Shqip mbi 8 libra të Hermann Hesses, me mira faqe janë, dhe jam shumë e lumtur që jam përzëri Hesses në Shqip. Njëkohësisht kam sjell në Shqip Günter Grassin. Daullia për Llamarine është një nga romanet që më ka sjell shumë kënaqësi, njëkohësisht më dha dhe 2 trofe, si përkthyesja më e mirë e vitit çmimi Panairit të librit dhe si përkthyesja më e mirë e vitit çmimi kombëtar i dhënë nga Ministria e Kulturës. Günter Grass do të vijë së shpejti edhe me pjesën e 3 të triologjisë së tij, Vite qeni. Janë libra të pavotuar në Shqip. Natyrisht një novelist i Grasi i vjen Shqipës pas 50 vjetësh që ajo vepër është botuar, natyrisht ka qenë një sfidë e madhe për mua, por jam tashmë në një pjekuri të tillë të karrierës dhe të formimit që unë mendoj se jam gati për të sjellë kryevepra të tilla të letërsisë botërore. Dhe Herta Müller, që është autore e gjuhës gjermane, por e lindur dhe e rritur në Rumani, që i ka
shkruar, le të themi, regjimit Ceausescu, Rumanisë, në regjimin e Ceausescut, një autore që sjell disa tematika që ofrojnë shumë realitetin shqiptar në kohën e diktaturës. Këta janë 3 nobelistë, natyrisht në planet e mia të përkthimit është edhe Elfrida Jelinek, një tjetër nobeliste shumë e shquar e asaj gjuhe, si edhe autor të tjerë që më presin tavolinën time të punës, përveç atyre që tashmë janë kurorzuar. Meqenëse jeni një njohëse edhe e shqipes, sa e vështirë është shqipja për një përkthyes? Shqipja është gjuhë që i përballon shumë mirë kryeveprat e letërsisë gjermane. Po flas për këtë gjuhë se këtë gjuhë njoh. Natyrisht un kam edhe fatin që të jem si thua njëri që ka jetuar në të gjitha hapësirën gjeografike të Shqipërisë. Natyrisht nuk do ishte kështu gjua e anës si përkthyese, nëse unë do kisha jetuar 13 vjet në Shkodër, e njohur si thua me gegnishten e bukur, dhe unë mendoj që pasuria që më ka dhënë gegnishtja, natyrisht në pasuri leksikore, më kanë ndihmuar shumë që të përballem me autorë të mëdhenj si ata që përmendëm, sepse vetëm me gjuhën që nga vi, ndoshta letrare jo, sepse unë vi nga Pogradeci dhe unë jam rritur me rrëfenjat e Kutelit, dhe natyrisht Kuteli nuk është shkruar në kohën e standardit dhe është një pasuri e madhe leksikore, çka gjua e Kutelit i sjell shqipes. Jam rritur me rrëfenjat e një gjysheje Pogradecare dhe një gjysheje Himariote, kështu që por të jetuarit këtë them, ndoshta ka qenë fat që unë jam rritur në kaq shumë gjeografi leksikore që e kam pasuri timen që e përdor tashmë sepse çdo përkthyes ka atë zejtarinë e vet fjalësore që e përdor në përkthimin e veprave letrare. Kur ngjes një përkthyes, po themin, kur kam përkthyer Günter Grassin, kam ngesur disa herë, sepse Grassi në veprat e tij i referohet gjuhës së një minoriteti që sot i takon Polonisë së Veriut, ka Shubejt. Natyrisht edhe për vetë gjermanët jam përballur me përkthyes të tjerë aty ku shkojmë në rezidencat letrare, që s'kan qenë përkthyes të Grassit, por që nuk e kanë kuptuar, dhe shumica e dialogjeve ishte në një dialekt që nuk kuptohej sot nga gjermanët. Dhe jam drejtuar pastaj fondacionit Günter Grass, se si t'ja bëja unë që t'i kuptoja ato gjëra që gjermanët vetë nuk i kuptonin. Pra bëj fjalë për një gjuhë minoriteti. Mirë po ishte fat i madh që Günter Grassi kishte lënë disa protokolle, çdo përkthyes e kishte pyetur në gjalljet të tij dhe ai kishte mbajtur shënim të gjitha pyetjet që ishin bërë dhe përgjigjet ishin i protokolluar. Dhe do kisha ngecur realisht dhe nuk e di ç'do kisha bërë në qoftë se nuk do kishin lënë, nuk do ekzistonin këto protokolle që Grassi ka mbajtur me përkthyesit e vet. Çka do të thotë që një përkthyes has gjithmonë sharra në gosht, nuk është një punë e thjeshtë realisht. Se kuptojnë shumë njerëzit, po mirë është që është një punë shumë e vështirë, është një punë që kërkon net të pagjumë, është një punë që kërkon zgjime të hershme, që të sjellë dhimbje shpine, se do jesh me orë të tëra dhe aq më tepër kur ti dashurohesh me materialin, stofin letrar që përkthen, ti edhe vetë sakrifikohesh, se mezi pret të shkosh dhe të shohësh se ç'të ofron pastaj faqe pas faqe e autori që ke në proces përkthimi. Deri në faqen e fundit. Atëherë, do të pyes për dy përkthyes. Si përkthyes, për Nolin dhe për Schwarzin. E ka menduar gjithmonë Robert Schwarzin. Natyrisht, ne jemi me fat, ne përkthyesit nga gjermanishtja, që kemi një shkollë të tillë përkthimi që e trashëgojmë të shkollë përkthimi nga gjermanishtja. Ne jemi rritur dhe jemi mkuar me letërsinë e përkthimeve të Schwarzit. Para
para ti Skënder Luarasi, natyrisht më pas Gjergj Vlashi, Afrim Koçi, Klosi, janë shumë emra në ndjes nëse kam haruar ndonjë se për momentin jam tashmë në presionin e aktivitetit letrar, pra jemi me fat që trashëgojmë një shkollë përkthimi që kanë sjell një shqipe të përkor, veprat kryesore të letërsisë gjermane të ardhura në një shqipe të përkor dhe ndërkohë që nuk ekzistonte interneti që ti të ballafaqoje dijen tënde apo pa dijen tënde me pyetjet që ti i bëje, që nuk ekzistonte lëvizja e lirë e njerëzve, sepse unë çdo pyetje që kam, se unë sot shkoj përballem, shkoj në rezidenca në Gjermani ne i ekzistojmë si rjet, jemi disa njerëz në botë që jemi përkthyesit e heses, komunikojmë me njëri tjetrin, jemi disa njerëz që jemi përkthyesit e Grasit që komunikojmë me njëri tjetrin, apo në kohë reale të Daniel Kelmanit dhe pyesim njëri tjetrin, ne pyesim edhe autorët që përkthejmë ata të gjallit. Më rastis të pyes, po, kam pyetur, kam qenë me Peter Stam shumë herë autori i Zvicrës, gjermanisht të Zvicrës, dhe në shumë vende që ka shkuar ai dhe unë nuk i dija, natyrisht e pyes autorin çka ke menduar me këtë gjë ose çka ke dashur të thuash me këtë. Ne kemi luksin e madh sot ne përkthyesit, po si ja kanë bërë ata, shumë përkthyes dhe nga burgjet, domethënë me pamundësira, apo shumica e njerëzve që kanë përkthyer në diktaturë kryevepra që su dihet emri sot kanë qenë në burg, domethënë dhe në emergjenca ekzistenciale, unë nuk e di domethënë se sa të vështirë, dhe natyrisht i adhuroj përkthimet dala nga ajo kohë. Natyrisht janë përkthime që duhen ribërë në disa raste, sepse jo për fajt të përkthyesve sa për fajt të censurës, që ishte pasazhe të tëra ku kishte tema religjioze, ku kishte eros brenda, ku ishte se nuk i lijonte sistemi atëherë të dilnin të tilla gjëra, dhe veprave u mungojnë sot, apo ku moralizoheshin, atje ku personazhet ishin amoral simbas konceptit të realizmit socialist, ti do t'i bëje të mirë se ashtu i donte diktatura. Prandaj ne kemi sot gjithë të drejtën që të rimarim në dorë ato. Sa i takon Nolit, pastaj natyrisht unë them që koha i kërkonte ato përkthime dhe shqyr që lavdi Zotit që i kishim, dhe sot edhe bota njeh free përkthime për të 10-ën herë apo të 15-ën herë të Rubairave apo të Shakespeare-it apo e pse jo. Sot ishim në një aktivitet në Vlorë. Mendoni ju që si përkthyese, si njohëse mirë, shumë mirë dhe gjuhës shqipe, të bënit një leksion të hapur? Unë jam... Po, unë mendoj që ne jemi sot krejt të hapur, ne autorët edhe përkthyesit. Unë para një jave isha në Prishtinë e ftuar nga atje dhe natyrisht dhe kolegët e mi, ne gjithmonë jemi të hapur ndaj ftesave që na bëhen, kemi që tregojmë, kemi që mësojmë. Unë e mikpres çdo ftesë që më vjen dhe njëkohësisht jam krejt e gatshme që t'u shërbej brezave me dijen time aq sa mundem. Meqenëse jemi tek gjermanët, një nga filozofët mëdhej, estetika e Hegelit, është përkthyer në shqip? Unë mendoj që po. Ne kemi pas Hegelin pjesë të studimeve tona, unë kam bërë një master në Gjermani, unë mendoj se po, por nuk di të them me saktësi. Nëse do më pyesësh për letërsinë, unë di të them se cili autor është i përkthyer dhe cili jo, cili është më shumë se njëri i përkthyer dhe cili jo, por jam fokusuar le të themi te letërsia gjermane. Cili është sot më i suksesshëm apo cili është në listat e çmimeve të rëndësishme, këto jam ti them me kompetencë, mirë po sa i takon pastaj filozofisë, nuk di të them, po unë mendoj që shumica e filozofëve kanë ardhur në Shqip dhe i komplimentoj kolegët që përkthejnë mirëfilli filozofi. Pse është e vështirë përkthimi i filozofisë? Çdo përkthim është i vështirë. Unë mendoj se çdo njeri në karrierën e tij duhet fokusohet diku. Ne nuk mund t'i bëjmë të gjitha. Unë jam shumë e lumtur që vajza ime përkthen letërsi për fëmijë dhe është e fokusuar aty dhe bota kështu i njeh. Jo gjithkush përkthen gjithçka. Kështu që unë jam përkthyese e letërsisë realisht. Çfarë ngjelet për përkthyer akoma në gjermanët? Plot, njëkohësisht edhe klasikët nuk janë të gjithë të përkthyer.
sepse, siç thash, regjimi atëherë i tabuizonte aq më tepër që është një gjuhë dhe një kulturë që vazhdon e prodhon. Janë disa shtete që prodhojnë letërsinë e tyre. Gjuha gjermane natyrisht flitet e shkruhet në Gjermani, në Austri, në Zvicër, Liechtenstein, Luksemburgu shkruan gjermanisht, janë disa. Kështu që sa kohë ekziston qenia, do ekzistojë dhe letërsia. Atëherë jemi në fund bisedës, një mesazh për publikun. Jam shumë e keqardhur që kanë rënë ritmet e leximit në fakt si rezultati mediave sociale. Jam shumë e keqardhur që shumica e shkrimtarëve apo të themi sot kam prit pika që të jesh i njohur nga publiku duhet të jesh pjesë e një reality show apo të futesh në emisione të cilat kanë akses të madh social përmes rrjeteve sociale, sepse nuk ndodh kjo në botë. Kështu që unë dua shumë që publiku të mos heq dorë nga letërsia, nga mediumi më i epërm që është libri, por ndoshta këto janë faza që nuk I shmangim dot. Shpresoj shumë që sado që koha nuk është aq fatlume për librin, jam optimiste se libri nuk është se do zhduket kurrë. Faleminderit juve. Faleminderit juve.